Grumbujt e mbeturinave të pambledhura janë bërë tashmë një pamje e zakonshme në rrugët e qytetit të Shkupit, ku ato po bëhen gjithnjë më të shpeshta. Shumë qytetarë u shprehen se mbeturinat nuk mlidhen rregullisht dhe kjo situatë po ndikon negativisht jo vetëm në pamjen e rrugëve, por edhe në cilësinë e jetesës, ku u bën thirrje edhe komunave që të ndërmarrin masa më serioze nga organizimi më i rregullt i pastrimit. Mbeturinat nuk mlidhen rregullisht. Komuna duhet të mbledh mbeturinat, duhet të mlidhen të gjithë së bashku dhe të mbledhin mbeturinat. Jo më çfarti, mos vet valla shumë keq edhe era po ju vjen s'po muj me as në rrugë me dal. Gjithsesi bile këtu në të mbi pazar të Zegini aty ka që është apoteka, mbeturina ka katastrofë është. Për këta që taj nuk muj me thonë kur gjo, ato e di ma mirë vetë. Ndërkaq një qytetare theksoi se tek ata nuk i mbledhin mbeturinat, por detyrohen që të organizojnë vetë dhe të largojnë mbeturinat. Te ne nuk i mbledhin mbeturinat, ne i dërgojmë vetë në ndonjë terren ku ka mbeturina. Pastroj shumë, por sërish nuk ndihem mirë sepse vjen era nga mbeturinat. Komuna duhet urgjentisht i largojnë ato. Higjiena komunale të organizohet dhe të mos ketë mbeturina, sepse ka fëmijë të vegjël, pleq të cilët thithjen atë ajër të ndotur, por edhe të rinj të gjithë. Nuk mlidhen mbeturinat, si në tunguzi. Era zdurohet, por na fakt që është dimon, edhe pak nuk vinë se me kanë verë. Kjo është pandemi, 100%. Këtë së mund që njerëzit pipi që kësaj. Zgjidhje duhet... Jo, nuk është problemi të rroga, to është problemi krejt politik. Daniel Arsos ka fajnë më të madhe ka. Që kamionat pa hujdis, pa rroga, pa sen, që kjo është realiteti. Në mëngjes, kontejnerët ishin zbrazur dhe një pjesë e mbeturinave ishin larguar. Unë dola, shëtita, kur u ktheva ishte mbushur plot, sikur të mos ishte pastruar fare. Nuk e di nëse e sjellin prej diku apo e bëjnë banuesit, por kjo është e vërteta. Duhet të hapet deponi e re apo nuk e di, mbeturina duhet të largohen. Duhet të sjellen edhe kontejnera të ri dhe të pastrohet rregullisht. Gjithashtu dhe një qytetar u shpreh se komuna duhet të rregullojë punët e tjera, jo vetëm të hyjë në komunë për të vjedhur. Po rregullisht në këtë komunë kemi. Unë jam në fshat, më një fshat të Radushës, ama jam në komunën e Sarajt. Dhe jetë e së ndihme, se unë jam rejtë në Gjermani. Presion të dëmë që komuna se jep të duhet pas tërtin. Po mësa të rregullojë punë tjera. Jo vetëm me hinë komunën me vjedhë. Duhet punoj për shëshnin që ka jonë në fshat, që ka jonë në qytet, këtë duhet të punohat diçka. Qyteti i Shkupit tashmë disa kohë përballet me krizë të menaxhimit të mbeturinave, por që kohëve të fundit situata është bërë më alarmante. Autoritetet shëndetësore u rekomandojnë qytetarëve që të kenë më tepër kujdes për higjienën e tyre, pasi si pasojë mos mbledhjes së mbeturinave, qyteti i kanoset për hapje së sëmundjeve infektuese.